Mirë se u rikthyet në program, ky është takimi ynë çdo mëngjesi live në ekran, është momenti të rikthejmë gazetat. Për ata që sapo janë zgjuar apo sapo kanë marrë makinën për të nisur për në punë, Isli Islami sjell një pasqyrë të shtypit të sotëm. Po dëgjojmë Isli. Po, përshëndetje edhe një herë të gjithëve. Përshëndetje. Shkojmë tek titulli kryesor. Gazeta Shqip shkruan Blushi, Rama, borxhe për luksokraci, deputeti shpërthen me zëvendës ministrin e financave, në 2 vjet nuk shtruat një rrugë. Debati plot në komisionin e jashtëm, ku socialistë kërkojnë mbajtjen e premtimeve, Braçe mbron qeverinë, kurse Partia Demokratike reagon ndaj Bushatit, Bumçi, jeni i paaft. Ky është materiali kryesor i gazetës Shqip. Shkojmë tani tek Panorama. I coptoi trupin, ngacmonte nënën, masakron 82 vjeçarin, zbardet krimi horror në Fier, arrestuohet 37 vjeçari që masakroi me thik kreun e sindikatës. Policia ngacmonte gratë e lagjes. Lexoni në faqen 11. Ishte shkrimi kryesor i gazetës Panorama. Shkojmë tani tek e përditshmja sot. Plas sherri në maxhorancë, Blushi akuzon qeverinë për shpërdorime skandaloze, Meta i kujton kreut e qeverisë deputetet kriminal. Ilir Meta distancohet nga praktikat e qeverisë së Rama, mesazhe kreut qeverisë për dënimin e ministrave të korruptuar. Blushi, kjo është qeveria e luksit dhe fasadave. Miliardët e shqiptarëve shkojnë për reatimin e ministrave në 2 vjet, 1 miliard euro borxh. Kështu shkruan të përditshmja sot, në faqen e saj të parë si kryartikull. Kalojmë tek Gazeta Shqiptare, legalizimet në Tiranë, 1280 familjet që përfitojnë. Ndërtimet pa leje, emrat në 11 njësit vendore të kryeqytetit, pagesat për parcelat ndërtimore 20% ulje çmimi, kushje parat brenda 45 ditëve. Si merret hipoteka? Aluizni publikon listën e re, mënyra se do të paguani faturën në faqet 12, 13 dhe 14 për gjithë ata që interesohen. Pas gazetës shqiptare shkojmë tek e përditshmja shqiptaria.com, ku Shtetuta 4 nenet që ndryshojnë për dekriminalizimin, për deputetet e dënuar që nuk dorëzojnë mandatin, do të vendos gjykata kushtetuese. Rishikohet edhe neni për drejtën për të votuar dhe për të zgjedhur. Zbardhen pikat kur janë dakord deputetet e Partisë Socialiste, Asaj Demokratike dhe LSI-s. Shkojmë pa mbërkohë tek shekulli, çmimet, si mbrohen pensionet. Komisioni diskutojnë projekt buxhetin për vitin e ardhshëm, debate mes deputetëve. Qeveria synon të ruajë fuqinë blerëse të moshës së tretë. Fondi 1.1 miliard lek. Keni mundësi të lexoni në faqet 12 dhe 13 tek shekulli, është e radhës tani gazeta Mapo. Të paktën 19 deputetë do të lënë mandatin në sajt dekriminalizimit. Kreu i komisionit posaçëm të dekriminalizimit Oert Bylykbashi tha dje se 19 deputetë të maxhorancës janë me probleme penale dhe se pas miratimit disa kryetarë bashkish do të lënë postet e fituara në 21 qershor. Ishte çështja kryesore në faqen e parë të gazetës Mapo, e radhës tani është tema Edi Rama, asnjë frikë nga terrorizmi, shoqëruar dhe nga kjo foto, ja tek shohim dhe në ekran faqen e parë dhe materialin kryesor të gazetës Tema në këtë të martë. Vijojmë me gazetën Telegraf. Gardistët e kuq uzurpojnë kullën e drejtësisë. Kritikave të forta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe raport progresit të Bashkimit Evropian për drejtësinë i shtohet edhe rikthimi në krye të saj me ligjin e ri të gjyqtarëve dhe hetuesve të diktaturës komuniste. Lexoni më gjerësisht në brendësi në faqet 4 dhe 5 për të vijuar me koha jon. Blushi, luksokracia Rama. Nuk ka vend që merr borxh për të bërë pishina, ka shtete që marrin borxh për të bërë punë të mëdha, por jo pishina, as për kulla, as stadiume, as për palestra. Ja tek e pam dhe bashkë në ekran, faqen e parë të gazetës Koha Jon me titullin kryesor. Shkojmë tek Gazeta Zëri tani. Seancë e rrezikshme, seanca e së hënës në Kuvendin e Kosovës parashikohet të jetë më e tensionuara. Kjo për shkak të insistimit të partnerëve të koalicionit që legislativit ta vazhdojë punën, pavarësisht faktit që disa seanca janë bllokuar nga opozita ku është përdorur edhe gazi lotësjellës. Ndërkohë, Gazeta Koditore shkruan në faqen e saj të parë kryesia e opozita me veprime që mund ta thellojnë krizën, pushteti ka caktuar seancë plenare për të hënën, opozita e vendosur për manifestimin e së shtunës. Lexoni më gjerësisht në faqen 3. Nderuar shikues, ne kemi përfunduar edhe në këtë ndërhyrje të dytë me të dytë kryesor në faqet e parë të gazetave. Eno dhe mira, këto ishin edhe një herë titujt në gazetat e kësaj të martë. Mirë, Isli, faleminderit. Është një periudhë ku
jo vetëm disbalancimi i temperaturave, por siç ndodh tash rëndom periudhën e gripit, fillojnë dhe periudhën dimrit fillon gripi edhe flamosen një pjesë e njerëzve. Ne kemi Irja Frezën, e cila është specialiste në Institutin e Shëndetit Publik, është pjesë e programit kombëtar të vaksinimit. Mirëmëngjes, faleminderit që erdhe. Mirëmëngjes, Irja. Pavarësisht shprehjes së gjyshes që them unë që flamosen gjithë, po është e vërtet ka nga ata që vërtet kur i kap gripi apo virozat i përjetojnë me ditë gjata, pavarësisht medikamenteve që marrin. Të tjerë e kalojnë më kollaj, e kalojnë këmbë, si heronj. Tani varet në flasim për gripin apo për virozat leta. Nëse flasim për gripin, gripi është një sëmundje e cila mund të ketë shumë lloj simptomash, nga ato më të lehta deri në pasoja në komplikacione të mëtejshme që sjellin edhe vdekje në disa raste. Kështu që gripi është një sëmundje. Ka patur vazhdimisht gripe nga këto të rrezikshmit. Ka pasur historikisht. Vitin e shkuar ka qenë, me që e përmendë njëri. Jo, gripi derit, janë me emra të ndryshme që vinë, po varet nga lloji. Virusi i gripit ka tendencën që të mutohet, pra të ndryshojë. Prandaj dhe ka disa lloje gripesh dhe prandaj ka dhe shumë lloje emërtimesh. Ministria e Shëndetësisë ka gati vaksinën antigrip. Çdo vit bëhen vaksina, janë 10.000 vaksina antigrip, ku për një pjesë të disa, janë disa kategori që do ta marrin falas. Mund t'i përmendim kush mund ta bëj falas të vaksinë dhe ku bëhet falas? Po. Tash kjo është një iniciativë e Ministrisë së Shëndetësisë në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik. Është viti i dytë që ofrohen vaksina falas për personelin shëndetësor. Personeli shëndetësor i qendrave shëndetësore, pra i parsorit dhe i sektorit spitalor. Është rëndësishme që ky grup, pra që ne i konsiderojmë si grup të risku dhe që rekomandohen për të bërë vaksinën, të vaksinohet, pasi ato janë në kontakt me gjithmonë me pacient, me persona të cilët që për arsye të ndryshme shëndetësore nuk kanë mundësi të bëjnë këto vaksina. Atëherë duke mbrojtur personelin shëndetësor, ato mbrojnë veten, mbrojnë personat që janë rreth tyre, mbrojnë pacientët. Pra janë më të devotshëm për të kryer detyrën e tyre si specialistë të shëndetit. Megjithatë unë besoj që pastaj ka kategori tjera të cilat kanë nevojë që të marrin vaksinën falas. Patjetër. Rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë janë që vaksina të bëhet për të gjithë njerëzit e shëndetshëm mbi moshën 6 mujore. Domethënë dhe një fëmijë i vogël mund të vaksinohet nga gripi. Gjithashtu kemi grupet të tjera që janë të riskut, të cilat për arsye shëndetësore ju rekomandohet që të bëhet vaksina. Dhe këto janë për shembull të smurët me probleme pulmonare, me probleme zemre, me probleme renale. Rekomandohet për gratë shtatzana, edhe pse gratë shtatzana mendojnë që domethënë është e rrezikshme, por përkundrazi vaksina është e përbërë nga viruse jo të gjalla, kështu që nuk e shkakton sëmundjen. Ajo krijon antitrupat për të mbrojtur, pra për të dhënë neve atë mbrojtje ndaj gripit. Qartë, do të pas pak merremi me këtë se ka shumë njerëz që janë skeptik ndaj vaksinave, për të thënë vërtetën, nuk i marrin vaksinat. Por, dhe që më kujtove, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që në gusht në parafarmaci, jo në farmaci, po që në parafarmaci ishin vaksinat dhe kishin vendosur gjithë këta nga i tabel, thoshin këtu bëhet vaksina. Dhe ti shkojë bëj vaksinën. Që në gusht kishin filluar të bënin vaksinat e gripit që ndoshta natyrisht ne jemi tjetër kontinente dhe tjetër kushte klimaterike, po ndoshta ata bëheshin gati që në gusht për çështjen e griprave që do i vinin në vjesht. Pse në Shqipëri për shembull është shtyrë kaq shumë? Sezoni i gripit është gjithmonë, domethënë mendohet që është me ftofjen e temperaturave, domethënë në periudhën e dimrit. Atëherë vaksina rekomandohet që të bëhet në periudhën e vjeshtës. Nëse domethënë do kishte treguar një çik më shumë kujdes, edhe në Shqipëri ke vaksina. Që në tetor ke pasur në farmacit, mund të gjejë vaksinën dhe shumë mirë mund ta aplikosh. Kështu që varet nga interesi që kanë pasur njerëzit. Periudhën tash domethënë neve kjo iniciativë që neve po e bëjmë tek personeli shëndetësor ka filluar në nëntor. Edhe ka një ecuri shumë të mirë. Ndoshta më shkon mendja kot, po mësuesit dhe edukatorët në kopshte nuk janë dhe ata një kategori që duhet ta meritojnë këtë? Duhet, është një grup i cili duke qenë se ka një kontakt të vazhdueshëm me njerëz aq më shumë me fëmijët, rekomandohet që të bëhet vaksina dhe duhet pasur parasysh për vitet në vazhdim. Le të fillojmë i kategorizojmë. Ata që kanë probleme me diabetin, ata që kanë probleme me tensionin, ata që janë në fazat kimioterapisë, ata që mundet ti përmendë gratë shtatzana, po, pra që kanë specifika të shëndetit tyre. Personat e moshës mbi 65 vjeç. Edhe ata do duhet të marrin vaksinë. Rekomandohet dhe është mirë që ato të vaksinohen me vaksinën ndaj gripit,
sepse i krijon rrit imunitetin, pra krijon antitrupat e nevojshëm për të luftuar gripin, edhe për të luftuar virozat e tjera që janë të ngjashme me gripin, po që nuk është gripi mirëfill. Atëherë ma thoni pse janë njerëz skeptik ndaj vaksinës, ka shumë nga ata që mendojnë se përtej efekteve anësore që mund t'japi ajo, mund të shkaktojë edhe probleme të tjera, kështu që nuk i hyn fare vaksinës antigrip. Vaksina është një medikament. Si çdo medikament mund të ketë efekte anësore të lehta, domethënë një skuqje, një temperaturë. Vaksina për çdo individ është, domethënë, jep mbrojtje dhe vepron në mënyrë individuale. Megjithatë, më lejo që të them që për vaksinat janë bërë shumë studime, janë bërë mbi 120.000 studime, dhe të gjitha tregojnë që janë shumë të sigurta, janë shumë efektive, bëjnë një kontroll para se të prodhohet një vaksinë, kalon një kontroll i detajuar, domethënë nga laboratorike, duhet të jetë certifikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe UNICEF-i, domethënë nuk është aq kollaj që të prodhosh dhe që të vendosësh në treg një vaksinë. Okej, s'ka nevojë për panik, ata që janë të kujdesshëm dhe kanë me merak të çështjet e shëndetit mund ta bëjnë vaksinën. Ata që nuk e kanë falas, ku e bëjnë dhe sa kushton vaksina? Është e shtrenjtë një vaksinë? Nuk besoj se është e shtrenjtë, diku te 10.000 lekë të vjetra. Besoj që gjendet në farmaci, sepse gjendet, domethënë kam parë, është disponibël dhe mund të blihet në farmaci dhe mund të bëhet pranë qendrës shëndetësore ku është personi i regjistruar. Ama ju thoni që vaksina nuk ka vlerë të bëhet pasi të ka kap gripi? Po në momentin që ti... Se ka njerëz që mendojnë ka kap gripi, fusin vaksinë. Bëj durim për të kap gripi. Atëherë, vaksina është parandaluese, nuk është shëruese, nuk është kuruse. Atëherë është momenti për gjithë përpara. Ne kemi ardhur në fund, Irja të falenderoj. Atëherë, siç e kuptuat, vaksinat tani më janë disponueshme, kështu që në të mirë të gjithëve shkoni bëni vaksinën antigrip. Kjo për të ruajtur nga virozat që vijnë me ardhjen e dimrit. Të falenderoj. Faleminderit. Do të rikthehemi vetëm pas pak, kur të rikthehemi do të flasim për realitetin mediatik edhe të ardhmen e televizionit. Në çfarë formë? Nëse ju kemi bërë kurioz, qëndroni aty. Kjo është një nga më të bukurat e Foo Fighters, realizuar në një masivitet të jashtëzakonshëm, sapo e dëgjuat dhe pat radio në televizion. Ndërsa tani do të flasim për pikturën, për ata që e dashurojnë atë ashtu në akuarel. Për herë të parë zhvillohet në Tiranë Bienalja ndërkombëtare e akuarelit dhe në studion ton ka mbritur një piktor i njohur shumë, Helidon Haliti. Mirëmëngjes Helidon. Dhe sigurisht është edhe Atanur Dogan, është presidenti i shoqatës ndërkombëtare të akuarelit. Është turk nga Izmiri, po që jeton prej vitesh në Kanada. Mirëmëngjes. Thank you. Good morning. Thank you. Tani, Helidon, pse është një zhanër në zhdukje akuareli? Është në zhdukje pasi, disa gjëra me thënë drejtën i zhduk koha, pa mas ndryshimit viteve 90, tregu e minimalizoi këtë teknik në maksimum dhe ndërkohë që gjithë shqiptarët në përpjasat ndryshme të Europës jetojnë jashtëzakonisht mirë nga kjo teknikë, Shqipërinë nuk mundos të kështu. Pra ajo zhduk nga mësimet e liceve që ne bënim gati 2 vjet në shkollë mesme artistike mësonim akuarel dhe 1 vit në shkollë në Akademinë e Arteve. Ndërkohë që kjo zhduku pothuajse, pra ka shumë pak vetë në Shqipëri që e përdorin teknikën e akuarelit, për mos thënë që disa qindra artistë harruan krejt gjitha teknikat e tjera, pra nuk punonin për arsye të gjithë zhvillimeve të Shqipërisë, ndërkohë që në Shqipëri zhvillohet në mënyrë të mrekullueshme teknika e vajt dhe gjinia e peisazhit, pra me gjithë këto plenere dhe famshme organizime dhe kolonive, akuareli mungonte dhe ndërkohë që në gjitha këto aktivitete kanë luar me mbi 250 artistë, të cilët janë rigjeneruar me gjithë këto aktivitete, akuarel punon shumë pak, 1, 2 ose 3 vetë. Para se mira të pyesim mysafirin për të kuptuar se çfarë ndodh edhe si realitet e artit botror, po formohen breza të rinj të mangët në këtë disiplinën e pikturës në akuarel apo në disiplinat e zhanret e pikturës, arteve pamore? Atëherë me thënë të drejtën ka të paktën disa vite të fundit që ne po japim një forcë shumë të madhe artit pikturik dhe jam i bindur nga ajo që pash, pra nga organizimi i kësaj bienale dhe paralel me të nga organizimi i bienaleve të rinjve, pra bienale jonë quhet Vizart dhe të rinjve rinë art, unë pash që padyshim insistimi
është instinktiv i prindërve, i fëmijëve që punojnë pikturë, sepse ajo është një magji e cila zhduket në mënyrë shumë të vështirë, por duke u bërë profesionist, atëherë zhduket në mënyrë absolute për arsye se është shumë e vështirë të jetosh nga piktura. Kështu që ka 2 vjet që vërtet ka disa aktivitete të jashtëzakonshme, si kjo bienale që ne organizuam, me cilat do ta them me 2 fjalë, kanë qenë 70 artistë nga gjithë bota, ka 40 artistë shqiptar, të cilët quhen në pavionin Nostalgji, pra fillon që në vitin 51, kur akuarelistët e parë shqiptarë në një farë mënyre, dhe deri në ditët e sotme. Pra të gjitha shkollat kapen, shkollat e botës, kineze, indiane, turke, europiane, por dhe ajo shqiptarë përfaqësohet denjësisht në këtë, dhe paralel me këtë ne kryejmë dhe binalin e trimëve, Rinart, ku mblodhëm të gjitha shkollat e mesme dhe trevat, pikërisht për të mbjellë fidanin e akuarelistëve të rinj. Vëllai jon turk, çfarë ka gjetur të përbashkët në akuarelin shqiptar? Okej, ky ka një histori, me thënë drejtën, Atanur Dogan ka një histori shumë të veçantë sepse ka krijuar shoqatën më të madhe të akuarelit në botë dhe është presidenti i saj dhe është e jashtëzakonshme mënyra se ai funksionon dhe për Shqipërinë e përfaqësoi unë, si më thënë akuarelistët, dhe ndërkohë ai rritet, shpërndahet dhe më e habitshme është një vend kaq i vogël si Shqipëria arriti të bëjë ka shpejt një bienale akuareli dhe të gjithë këta, me thënë të drejtë, janë të surprizorë nga kjo dhe unë e them shpesh vend i vogël, por me evente të mëdha. Kështu që ndërkohë ne biseduam dhe ai është gjithkohës në një udhëtim, pra vjen bienale dhe Indisë, bienale dhe Kinës, më parë ka qenë në Indonezi, në Dubai, etj. Dhe akuareli po merr për masa të jashtëzakonshme falti, si më thënë, kështu që Atanur, ishte hera e parë që je në Tiranë, në Shqipëri? Tell me again. Is the first time you are Yes, here in it's Albania? first- The it's first visit time. ever? It's first visit. Po, është hera e parë, është vizita e parë. Yes, I was very curious about Isha shumë Albania kurioz për Shqipërinë, because I know this culture is very close sepse e to di që ours, kjo kulturë është shumë afër kulturës sonë. and also our neighbors where I grow up. Dhe I gjithashtu, have lots of Albanian në fqinjët me të cilët jam rritur, shumë prej familjeve ishin shqiptare dhe ata jetonin në formë Even I tradicionale. draw many Albanians, old Dhe people unë kam face vizatuar who lives fytyrat e in shumë Turkey. të moshuarve shqiptar që i kam And I parë në was hoping Turqi. to see and Dhe find shpresoja some similar kind dhe of të people gjeja in here. persona të ngjashëm Now ata it's që short kam time I vizatuar. am here. Still I am searching, is there any Dhe tani, similar kind of po, old face, old pyes hat, veten, playing a cards, ka you know? ndonjë fytyrë tjetër të Actually, I find moshuar some që people shikoj vërtau at the duke luajtur me park, letra? and immediately I told Në Helen, park, please stop, dje and po I would shikoja like dhe i to take thash some Elidoni, photos. të lutem It was ndalo, se very dua të bëj exciting to disa see foto those të këtyre të people, moshuarve. get together, very similar than my country. Njerëz të cilët uleshin And they're bashkë, enjoying time njësoj and si në playing vendin tim, cards or luajnë me letra, dominoes. luajnë me It's domino, amazing. I argëtohen, like it very është e much. mrekullueshme, mua më We can pëlqeu see shumë. that kind of nice, gathering together Këtë in bashkim Canada e shohim or edhe other në part of Kanada the world, ose në vende të tjera të especially in botës, US or, në Europe, Amerikë apo në Evropë. Albania or Turkey, Kurse në some of the Shqipëri old dhe në country, Turqi, në those këto people vendet e vjetra, enjoying together, any shohim location, mjaft njerëz at të the cilët garden, mblidhen së at bashku the dhe e street, shijojnë mistin e or tyre, at the ose duke coffee ndenjur house, në një playing kafene, together, ose duke ndenjur jashtë shtëpisë, Unë kam dhe përshtypjen shijojnë jetën. Mohabet dominoja. Edhe ke një prirje për qenë politikanse, e ngre zërin lart dhe duket sikur je në një miting. Duhet ta shohësh këtë mundësi. Ke talent. Artist is like a politician maybe, Artistët but mund të jenë si politikanët, not ndoshta, like work same way. Our por jo brain në is të njëjtën different. mënyrë. Okay. Truri funksionon ndryshe. These days also artist movement is Okay. like a working Sot like a lëvizjet e politician because artistëve we are duhet getting funksionojnë together si and we politikanët. like to Ne mblidhemi make së bashku change the world. We are dhe duam të sfidojmë coming botën. together with the Duam art të and supporting peace. afrohemi me And, artin tonë, të understanding mbështetim culture each paqen, others. të kuptojmë We like dallimet the kulturore të new njëri tjetrit. generation is a better world, Duam të japim but brezit të ri through art. një jetë më të mirë, Because we një botë më të mirë have nëpërmjet real artit, agenda from our heart. sepse ne We like to kemi find një the beauty and agent share the që vjen beauty nga with each other. zemra jonë dhe duam të shkëmbejmë bukurinë mes njëri tjetrit. Gjithatë për ta mbyllur me Helidonin, sa e nevojshme është që duke qenë se ka një kategori njerëzish që ndoshta nuk arrin të kuptojnë dot akuarelin me teknikën e vajit etj, kjo të shpërndahet dhe të kuptohet edhe tek
audienca, pra jo vetëm te kategoria specifike. Okej, me thënë drejtën e kemi mbi 8 muaj të paktën dhe mediat janë kanë qenë partneri jonë kryesor dhe që nisëm të punë që nga prezantimi i parë që bën Muzeun Kombëtar me Melsi Labi, më kujtoj të duket pak absurde, shumë pak njihnin teknikën e akuarelit dhe duke shpjeguar ka gjatë kuptojmë një gjë, që është një art i mirëfillt, është një art i cili ka domethënë kjo teknik është zanafilla gjithë arteve, gjithë teknikave të tjera, për arsye se fëmijët fillojnë me akuarel për vetë faktin sepse e kontrollojnë më lehtë dhe më pas nëse ti njeh mirë akuarelin, njeh gjithë teknikat e tjera, flas si artist. Ndërsa impakti që kanë spektatorët mbi akuarelin është më imediat. Unë për shembull ndoshta si konsumator i galerive të ndryshme apo kur vi shoh piktura nuk arrit të bëj dot diferencën, ndoshta ti si specialist më thua që kjo është teknikë vaj dhe kjo është teknikë akuarelit. Rëndom të themi që diçka e kornizuar me paspartim dhe me xham është padyshim teknika e akuarelit, grafikës ose diçka si me ngjan. Teknika vaj është diçka më e rëndë, nuk ka nevojë për si më thënë një paspartim të me xham, thjesht kornizuar, pra syri i parë është kjo. Ndërkohë nëse futesh thellë, padyshim bëhesh një trup me akuarelin dhe kupton. Në terminologjinë mësove një fjalë sot, arti pikturik. Nuk e kisha dëgjuar? Ta përdorim edhe ne. Piktoreske, po. Arti pikturik. Pikturik e themi ne. Eno koleksionon fjalë që ta dish. Faleminderit shumë që ishe në program. Është përdorur nga Mojkon Zeqo dhe unë ja huazova. Bëre shumë mirë. Ke dëgjuar për të si është? Po, e kam takuar, është mirë, padyshim që shkruan dhe jam i bindur që suporti që japin njerëzit dhe gjithë. Është emër i madh Mojkon Zeqo dhe jam i bindur që ne të gjithë përjetojmë një lloj, si më thënë, si ai këtë gjë. Të tjera institucione padyshim që duhet të jenë më të ndjeshëm, siç kanë qenë institucionet që na mbështeten ne. Për akuarelin apo për, nuk jam Ministria e Kulturës, po më shumë Bashkia e Tiranës, duhet të thënë, ka bërë një punë të shkëlqyer dhe pak të mbështetje nuk bëhet asgjë, pra as shëndeti i mirë. Okej. Atanur, thank you. Thank you very much having me. Thank you. Ju faleminderit që më ftuat. Okay, have a good day. Ishte me ne Helidon Haliti, i cili po ashtu kuron gjitha aktivitet. Ne do të ndalim këtu, do të rikthehemi pas pak. Ky është programi i mëngjesit, Wake Up, vazhdoni me transmetim deri në orën 9. Është shumë e rëndësishme që të bëhet një ekip kërkimor për të parë se kush mund të jetë ardhmja e medias ose më saktë televizionit në Shqipëri edhe sfidat që kanë transmetimet televizive në të ardhmen. Natyrisht Departamenti i Gazetarisë në Universitetin e Tiranës ka bërë gati një paket plot me studime dhe vëzhgime. Unë kam kënaqësinë të kem studio profesor Artan Fugën dhe po ashtu profesor Mark Markun. Mirëmëngjes të dyve. Mirëmëngjes. Si bashkëpunim ju kam mbështetur Autoriteti i Mediave Audiovizive dhe në këtë rast është dashur që të shihet se çfarë do të ndodhë me televizionin e të ardhmen në Shqipëri, ndërsa si realitete kush e njeh televizionin dhe e studion kupton që për shembull në botën e zhvilluar dhe vendet me ekonomi të zhvilluar, këto janë realitete të prekshme dhe nuk janë plane më. Kupton, janë gjëra të jetueshme apo jo. Unë ju falenderoj për këtë ftesë dhe nëse më lejohet të them dy fjalë për këtë projekt që përmendët. Është një projekt kërkimor shkencor kolektiv që është zhvilluar dhe kryer nga një grup kërkuesish ku futen pedagog, specialist të medjave, doktorant, gazetar, student të ndryshëm dhe prej disa muajsh në mbështetjen dhe me mbështetjen e autoritetit të mediave audiovizive, sikur se thatë, dhe me kujdesin e kryetarit të këtij autoriteti, zoti Genti Sala, në bashkëpunim dhe në partneritet me 6 ose 7 agjenci universitare, revista shkencore europiane, pra është një projekt ndërkombëtar. Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit ka kryer intervista me gazetar, me audienca, ka studiuar kuadrin juridik, ka studiuar një literaturë shumë të gjerë për të parë se ku është gjendja e televizionit digital dhe transmetimeve digjitale në Shqipëri, ka konsultuar operatorët dhe ka studiuar, si të thuash, tërë strategjinë
që ka Shqipëria për të kaluar në transmetimet numerike digitale. Kjo do t'japi një konferencë që është konferenca e nesërme, pra e datës 25 nëntor, që zhvillohet në Hotel Sheraton, duke filluar nga 9 e mëngjesit deri në 8 të darkës, dhe do t'japi një tekst, një vëllim me shumë të dhëna ku ne japim përfundimet tona të kërkimit. Ndërkohë, aktor kryesor, në këtë rast Digitalbi, po edhe aktor tjerë tregut, janë hapur dhe kanë folur për tregu se çfarë planesh kanë në të ardhmen. Do të mbetet Shqipëria thjesht të transmetimet me antenë, apo do të kemi një Shqipëri e cila do të përjetojë një revolucion mediatik dhe televiziv si vendet të avancuara, Mark? Procesi i digitalizimit, se publiku mund mos e di praktikisht se çfarë po ndodh. Nga anketimet që kemi bërë ne, rezulton që jo vetëm publiku, po edhe aktorët, një pjesë e mirë e aktorëve të botës së media nuk e dinë realisht se çfarë po ndodh në industri televizive. Procesi i digitalizimit e transformon tërësisht televizionin si media, industri televizive, ndikon shumë tek audiencat, kështu që jo vetëm kompanitë, janë disa kompani që janë pararoj në procesin digitalizim, sepse janë si Digitalbi, apo Tringu, apo kompani tjera, të cilat kanë ecur përpara se kanë pas biznese të tipit që lidhen pikërisht me këtë lloj teknologjie. Por në fazën që po kalojmë, gjithë media televizive po kalojnë, po themi, po digitalizohen. Dhe kjo sjell një ndryshim që do reflektohet në mënyrë të drejtë për drejtë, jo vetëm në punën e gazetarëve, jo vetëm në industritë e mediave, jo vetëm në tregun e reklamës, po edhe te konsumatori. Dhe pikërisht studimi bën një fotografim të mënyrës se si njihet dhe sa njihet digitalizimi në Shqipëri, si po reflektohet tek aktorët, dhe shikojmë që në një farë mënyre këtu po ndodh një revolucion, po pjesa më e madhe atyre që i prek revolucion nuk e dinë se po ndodh. Dhe në një farë mënyre studimi ka këtë vlerë, pra që studion dukurinë, evidenton atë çfarë problematikën që ka dukuria e digitalizimit dhe mënyrën se si ajo reflektohet në shoqëri, tek audiencat e kështu me radhë. Dhe mendoj që ne jemi shumë pak të ndjeshëm ndaj asaj që po ndodh në Qofsha e gabuar, po druaj se revolucioni i parë dhe që ende nuk ka dalë diçka tjetër që ta konkuroj ishte Digitalbi në 2003, në mos gaboj. Dhe në këto momente, kam përshtypjen që qytetarët, ai që konsumon shumë televizion dhe media vizive, dëgjojnë debatin për ligjin, digitalizimi, po pak dinë se çfarë është dhe si do ndikojë kjo në raportin tonë me televizionin, dhe flas të qytetarit me televizionin. Të them dy fjalë. Atëre, ju keni shumë të drejtë. Duhet dalluar mirë digitalizimi dhe si të thuash, dimensioni digital i televizionit në përgjithësi dhe Digitalbi. Janë dy gjëra të ndryshme. Digitalbi është ashtu siç tha kolegu Marku, një tjetër platformë e numerizuar, aktor shumë i rëndësishëm, determinant model për të ndjekur nga tjerët. Ndërkohë, digitalizimi është në një kuadër tjetër. Çfarë? Do më thënë, Europa, duke filluar nga qershori 2015, gjithë transmetimet televizive janë numerike dhe ne kemi marrë një vonesë jashtëzakonisht të madhe. Ne jemi akoma në përgjithësi në televizionin analog, me përjashtim të këtyre platformave numerike që edhe përmendëm, dhe ndërkohë kemi marrë një vonesë ne dhe Kosova, që do të thotë ne jemi akoma në televizionin analog, të cilit po i këndon alarmi edhe këmbana e mbarimit, sepse Shqipëria ka nënshkruar një marrëveshje stabilizim asociimi që e detyron të respektojë arritjet komunitare, dhe arritjet komunitare i kanë dhënë një datë edhe në bazë të asaj konferencës së Gjenevës 6, ku është një band frekuencash të ulta që quhet frekuenca 700 dhe 800, të cilat për arsye të kompresimit të sinjalit dhe për arsye të faktit që janë liruar të frekuenca dhe që do shkojnë drejt telefonisë dhe kompanive telefonike, brenda këtyre do të kalojë transmetimi numerik që jep mundësi për më shumë kanale dhe, siç tha zoti Marku, televizioni digital do të sjellë që televizioni generalist, siç është sot,
do të ndodhet përpara një krize, do të krijohen shumë kanale si mundësi që kërkojnë të mbushen me programacion dhe se si do ta përballojnë këtë aktorët, gazetarët, menaxherët dhe pronarët. Pra, ne jemi përpara një krize shumë të madhe dhe Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit në studimin e tij do të japi një përgjigje aq sa mund të japi për të gjithë operatorët për të thënë kujdesni investimet që keni bërë. Dhe këtu përfshin jo vetëm ata që janë operatorë lokal, jo vetëm ata që janë akoma tek televizioni analog, por dhe te platforma digjitale, të cilat dhe ato sigurisht kërkojnë rinovime me gjithë arritet e mëdha. Pra problemi është ku do t'i dhënë investimet dhe çdo bëhet me investimet që operatorët televiziv kanë bërë. Po nuk e matën këtë gjë, do të ketë një krizë shumë të rëndë. Zoti Marko ka qenë ligjvënës, edhe për shkak se në kohën e tij parlamentare është marrë me ligjin e medias, unë kam përshtypjen që gjithmonë arrin kuptor se sa mbrapa ndonjëherë është politika edhe makineria e bërjes ligjeve në raport me investimet që ndodhin si pjesë e realitetit në vend. Kuptimin sot po kalohet tek broadbandi digital, tek transmetimi në internet, sot po kalohet shumë tek streamingu online, ama ne kemi një ligj që kërkon të rregulloj frekuencat e antenave. Me antena. Prap jemi tek antenat. Jo, nuk është e vërtet. S'është e vërtet? Jo, nuk e keni lexuar projekt ligjin, po praktikisht projekt ligjin ndoshta shumë përpara botës mediatike, sepse ka marrë. Kam pas menduar që bota mediatike është gjithmonë një hap apo disa hape para ligjeve. Jo, projekt ligji është bërë pikërisht për një skenë, një panoramë mediatike të digitalizuar. Dhe po të shikosh gjithë terminologjinë, gjithë konceptet që janë hedhur aty, për shembull është duk koncepti i kanalit televiziv. Janë duk nuk ekzistojnë. Projekt ligji është shumë më i avancuar. Normalisht nuk i reflekton problematikën që do të dalin, sepse nuk dihet se çfarë problematike do krijojë ky proces në Shqipëri. Për shembull, ka këtë ligji një rregullator për transmetimet online, tipit për shembull shumë prej mediave sot kanë vendosur që të hapin dhe web TV-t e tyre. Ai kontrollon kush? A ka një hapësirë? Ligji është për mediat audiovizive. Ka një problem këtu, ke drejt pjesërisht, sepse mediat audiovizive është shumë e vështirë t'i ndash sot nga web online apo web online, pra sepse është krijuar një lloj konvergjence ato që qynë në media që praktikisht është e vështirë të ndash. Por projekt ligji parashikon gjithë aspektet teknologjike që do ndodhin ose që kanë ndodhur ndërkohë, sepse duke bërë projekt ligjin vonë, se ndoshta projekt ligji do ishte më i vonuar se teknologjitë mediatike dhe industri televizive. Po, duke qenë se ata që merren me projekt ligjin kanë përshtypjen duhet jenë pak të vonuar, që e kanë mbajtur kështu kaq shpejt. Ke parasysh projekt ligjin nuk e bën deputet. Jo, na ka ardhur gatshëm, na ka ardhur nga BE-ja, se këtu është koncepti sikur projekt ligji bën deputet. Aty ka specialist dhe ne për fat i kemi 4-5 specialistë shumë të mirë që kuptojnë nga transmetimet, nga teknologjia, dhe përveç tyre ka qenë një ligj shumë i konsultuar dhe asistuar, ndoshta projekt ligji më i asistuar nga BE-ja. Unë nuk dua që ta prish këtë bisedën kaq profesionale për çështjen e digitalizimit, po, ndërsa ne po flasim për web online, digitalizim, terminologji që ndoshta nuk shkon në çdo shtëpi. Tirana është pa ujë dhe profesor Fuga ka bërë dhe një status sot në Facebook. Na fali, po mund të jemi dhe pa dush sot, çfarë nuk ndodh? E kemi zgjer ujin. Po, faleminderit që më sonde në këtë temë. Janë rreth 30.000 klikime, janë pa fund komente, Twitter edhe si të thuash like edhe rimarrje në komente. Si halli njerëzve që është mendon të ishte ujë digital. Dhe për mua në ato përkufizimet që thuhet shoqërisë postmoderne, është tipike për shoqërinë postmoderne, e cila ka nga njëra anë mund të hedhi, siç është kjo shoqëria jonë, drejt një bote natyrore ku ti thua rashi, solli balt dhe ti je përpara baltës në kontakt me natyrën, dhe nga ana tjetër jeti digitalizimi numerik ku është komunikimi më artificial dhe më i lartë. Kjo shoqëri sigurisht është një shoqëri e kontrasteve të jashtëzakonshme, është e pafalshme që Tiranës t'i ndodhi kjo, por nëse është çështje tjetër. U del nga moda, profesor Fuga. Po, vetëm nëse më lejoni vetëm një sekondë që ashtu siç tha kolegu Marku,
unë mendoj që ligji për të bërë kalimin nga modeli tranzicional analog drejt digitalizimit është shumë përpara. Por ligji nuk mund të rregullojë që tani problematika që do dalin më vonë. Po keni kujdes vetëm një gjë, desha t'ju them, që audienca më e shkolluar, më e re, më urbane dhe me të ardhura më të mëdha ka filluar të braktisë televizionin linear dhe po shkon drejt këtyre formave. Dhe që do të thotë operatorët televiziv, investitorët, menaxherët, pronarët nuk mund të rinë në monopole që sot i kanë. Nuk e kuptojnë ata, profesor Fuga? Jo, sipas të dhënave tona, siç tha profesor Marku, të dhënat tona janë që shumica, sidomos po të shkosh te operatorët lokal, thot mirë jemi. Dhe haron që nesër mund t'i vi një operator telekomunikacioni huaj dhe thot do t'jap shërbimin quadruple play, që do të thot, do t'jap dhe telefonin fikse, dhe telefonin mobile, dhe internetin mobil, dhe internetin fiks, dhe televizionin dhe përmbajtjen, dhe i tërheq të gjithë konsumatorët, tër klientët, tër audiencat, drejt vetes vetë dhe financimet mbarojnë. Është shumë delikate. Prandaj, unë gjej rastin të ftoj gjithë operatorët, investitorët, të interesuarit, të vinë nesër te konferenca atje, se do të gjëjnë gjëra interesante te Sheratoni. Ne i ftojmë, kemi ftuar, po dhe i ftojmë. Sheratoni në ora 9. Mirë Tani, faleminderit që ishe në program, ishte me ne profesor Tan Fuga, po ashtu zoti Marku. Mund të cilin edhe mobiljet në shtëpi për shkak. Edhe profesor Fugën. Edhe ujë. E ishte atë, ja, kështu, Mogli me iPad jemi ne. Kemi ardhur në fund programit duke ju uruar gjithëve që kaloni një ditë mirë, ju presim nesër mëngjes për zimin e përbashkët. Shpresoj t'ju vi ujë. Po, është një lutje, shpresoj vërtet, edhe të bëni dush, e të pini kafe me qetësi. Kalofshi bukur sot gjithsesi.